Vjosa po bie në nivele normale e përpasoj u hipotërhiqet edhe nga tokat që përmbyti në fshatrat e Vlorës e Fierit. Megjithatë, ka banesa ende që janë të rrethuara e toka në ujë. Prurjet në Lumenjt, Seman dhe Shkumbin janë në tendencë rritje dhe në zonat të caktuara përgjatë rrjedhës ka ndalje nga shtrati, por brenda argjinaturave. Situata nisi të përmirësohet edhe në qarkun e Durrësit, ku krahas zonës së Ish-Kënetës prurjet e lumit Erzen dhe Ishëm krijuan përmbytje në Sukth e Katun të Ri. Prefektura e Durrësit në përditësimin e fundit thotë se 848 banor janë evakuuar në të gjithë qarkun për shkak të rrezikut që u kanose. Rreth 2800 hektar tokë janë përmbytur. 1453 banesa janë evidentuar deri më tani të dëmtuara sipas raportimeve të 508 specialistëve që kanë dalë në terren për procesin. Problematika mbeten në fshatrat e Krujës. Bojnë 4 ditë që jena të mytën familjarisht, si katun. Në bashkinë e Shkodrës, fshati Obod mbetet i përmbytur dhe drejt zonës mund të udhëtohet vetëm me mjete të larta. Niveli i ujit në rrugë arrin deri në 50 cm. Sipas raportit zyrtar, 266 hektar tokë bujqësore ndodhet në ujë. Prurjet e rrëmbyeshme të lumenjve Fani Vogël dhe Zmeja në Mirdit po gërryejnë tokat bujqësore dhe rrezikojnë infrastrukturën. Një ditë pas si premtoi kompensim të drejtë për të prekurit nga përmbytjet, kryeministri Edi Rama tha këtë të shtunë se të gjitha strukturat janë të angazhuara 24 orë për menaxhimin e çdo situate që mund të krijohet edhe në orët në vijim.